zhvillim ka dy pozicione, njëri që luan me listat e sigurta, domethënë pak a shumë betejat ty kanë mbaruar. Në krahun tjetër ky thot, gjithë kush ka qenë më shumë se një herë deputet do kaloj te lista e hapur, ndërsa këta të tjerët te lista e mbyllur. Nga eksperienca jote partijake, të bëhesh deputet është kulmi i karrierës politike. Domethënë ke punuar, ndërsa këtu po bëhet si kurs për politikan, domethënë bëj një herë deputet, pastaj ndërkohë që këta deputet kanë në dorë ligjet, kanë në dorë mbarvajtjen e vendit, ëh. Apo thua të mund ta ndryshoj taktikën. E gjithashtu edhe këtë idenë që hodhe sinjalet që mund t'i kenë ardhur Ramës. Po. Shiko, ndërmjet këtyre tre varianteve që thashun, domethënë diversion për opozitën për ta orientuar, është e ka vërtet që do largohet, apo ka një presion? Shiko, unë së pari njërë do të kujtoj lidhur me këtë të presionit, mos harroni momentin kur Berisha ishte në pseudo luftën, ti themi, mos asnjëherë si kam thënë luftë me Bashën, me Bashën, dhe dorëqja që bëri Basha, se bëri një dorëqje ai, lere dorëqjen që kishte bërë përpara Saliva, që e gjitha e shtirur, se la djalin atje, por djalin shpirtëror, por dorëqja që bëri Basha ishte një lloj, po e quajmë karemi, që mos e të riqte edhe këtë, dhe bënte edhe thirrjet, ju bë thirrjet dhe të tjerëve të japin dorëqje. Që nuk pati efekt. Dhe në rastin konkret, me lidhje me versionin tënd të parë, mos kujto se kampi tjetër janë gëzuar me këtë, për mua janë i dhëruar ata me këtë deklaratë që bëri. Socialist? Po, jo. Demokrat. Demokrat. Sali Berisha tekstualisht nuk e ka mirë pritur këtë dorëqje të. Po, e drejtë është. Për mua. E drejtë. Sepse do më mirë ta ketë atje se sa ti largohet njëri. Të dy duan njëri tjetrin. Se mos harrohet të famshme, se kemi thënë disa herë këtu, është e vërtetë që e tha Basha në parlament i obliguar nga të tjerë, trekëndçin e famshëm të Bermudës, të cilit po i bien brinjit. Një brinjë ke prapa ekurave, në rregull? Një tjetër hipje zbriti nga balkonet e tjera, dhe po ti ikë vullnetarisht dhe kjo brinja tjetër, do ta ketë më të vështirë ai, që të vazhdoj solo fare. Kështu që ky opsion ka rolin e tij brenda në këtë gjë, por unë prapë se dorë nga ajo tjetra që ky mund të jetë një sinjal që jo se s'ka dhe precedent, sepse të shosh pyetjen që po pse pikërisht në këtë moment, sepse ai mund ta bënte këtë gjë edhe mbar pas zgjedhjeve. Se si prishte punë njeriu jepte lindte mandatin e deputetit për të shkuar drejt presidencës, për shembull. Kupton? Unë prapë shoh që është një sinjal që ai, domethënë, e mërzit më shumë krahun tjetër me këtë se sa e gëzon. Plus edhe një element tjetër, se ndërthuren, një element tjetër që duke vënë, ti themi, gjoksin i pari për vota, kupton, e kanë gojën të mbyllur të gjithë të tjerët mbrapa, me një mandat deputeti, me 2 apo me 12, se ka dhe me 12 atje, siç ka dhe nga krahu tjetër, të parershëm, deputet forever, që janë. Moment kulture. Ashtu quhen ata. Të përjetshëm. Atëre ju thot atyre që kur po vjen muni i pari ju as diskutohet. Kështu që për të tre këto elemente, që ndërthuren, kush do prevaloj më shumë, do ta tregoj koha, kupton? Por e nxirr në këtë moment, nuk është aq për presidencën, mund ta ketë në target ai atë, po atë jep dhe më mbrapa, se pengon njëri të jap dorëqen, të lër mandatin, kupton? Më shumë e shoh të obliguar unë, koha do ta tregoj, sepse jo më kohë thonë që koha tregon të vërtetën dhe është ajo që shndrohet në llafazane më mbrapa edhe pa folur. Në rregull? Trajmo, ti jo se e ke aplikuar intrigën politike, po e njeh se ke qenë pjesë e informacioni. Madje ke njohur mbretin e intrigës, Berishën. Kështu që doja të pyesni se edhe këta të majtët nuk është se janë keq për intrigën, nuk. Po kanë. Edhe këta të fikën ministra dhe ata sa të duash. Kanë ashtu. Si e shikon ti këtë që po bën Rama, vendosjen e kalamajve në listën e sigurt, po krijon një trup pretoriane që do t'i sigurojë një qeverisje të qetë, po që natyrisht nuk është e mirë për vendin. Tani, në listën e sigurt, unë nuk e di tani, domethënë eksaktësisht se kur të shpallen, tamam do duken ato, se këtu ka lëvizje nga më të çuditshmet, po e para njërë, me sa dëgjova, ai ka koordinatorët politik, apo jo? Po.
të cilët i ka justifikuar në atë që dhe bën një sens ajo që nëse ata nuk do ishin listën e sigurt, do bënin fushat për vete dhe s'mund të ishin liderët e të tjerëve për grumbullim votash, më kupton? Kështu që në këtë kontekst ai ka vendosur të gjithë koordinatorët me në krye koordinatorin e diasporës, që është të parin, apo jo? Po pra, ai është një pari që ershëm, që është në listën e sigurt. Është një pari, fare bile. Tani shtoj dhe këta tjerët, kështu që bëhen për gjitha qarqet, bëhet një ekip me një ekip futbolli me trener bile, si janë 12, apo jo? Po, 12. Ashtu. Pjesën tjetër pasaj me siguri do të ketë dhe nga këta që ka afruar tani në qeveri mund të mos jenë të gjithë, se s'ka as vende për të qenë të gjithë ndoshta. Dhe ndoshta disa mund të ketë figura të reja, disa, kështu që gjithë gardën e vjetër, ai do të radhis në listat e hapura, kështu e shoh unë, listat e hapura, dhe prandaj u detyruar të bëj këtë deklaratë që e rriti stekën akoma më shumë, ai kishte diçka edhe më përpara, po pa e futur veten në këtë pozicion. Duke e futur veten në këtë pozicion, atë gjithë të tjerët janë komplet mbas tij, mbas lokomotivës, do t'i binden që të marrë numrin maksimal të votave, sepse do duhet ajo shifra që the ti pakon përpara. Mbasi ai 50% e ka në target, po këtë radhë kanë çik më me vështirësi për ta kapur ndoshta. 71-shin. 71-shin, ai do mundohet ta kap. Po nuk e ka aq thjesht sa që ka patur herën e fundit, domethënë. Herën e fundit për 30.000 vota shpëtoi ai, nuk është se e pati të lehtë. Të lehtë, po sepse ishte më tepër se kur opozita e bashkuar. E qartë, po ishte vetëm afare. Nuk kishte koalicion, dakor pra. Madje kë kishte vjedh ai në koalicion këtu nga ky që kanë kaluar me Berishën. Kishte ca që ishin. Kishte vetëm këtë Çamët. PD-un që mori 2-3. PD-un e kanë shpërbërë sepse janë futur ke bastionet e këtyre në jug. E prandaj s'po i bën shumë përshtypje kjo përfshirje PD-us në PD. Se më besoj që do e linte ranë. Po. A ka varuar, në elektoratin e bazës të tjerë? Elektorati i Fierit, Florës. Okej. Ai ndoshta do bëj bashkim me siguri dhe me PSD-n.